nostalgjinë, do thotë një farë lloj logjike është nga e kaluara. Me një lloj ata kanë një dëshirë shumë të drejtë, shumë sinqert, por a përkon me tregun në punës mbetet të shihet, por deri me tani nuk ka rezultuar në fakt pozitiv, sepse për fat ju të mirë u mbi populluam edhe me diploma bachelor dhe master, pra tashmë përderisa diploma fakultetit më nuk është diçka interesante dhe nuk është një karrem për një vend pune, pra shifet që nuk pe arrin atë rezultatin e duhur apo të dëshiruar çfarë kemi dashur, por që çka duhet bëj gjithmonë tek pjesa institucionale, duhet të orientohem për këtu resul vlerësoj që është edhe një diçka, një lloj shkëputje e kontaktit industria me institucionet arsimore. Pra ku flasim edhe tek pjesa e sektorit privat, tek pjesa e sektorit publik, do të funksionojnë aq mirë sepse tek e fundit këta të diplomuar kanë me dalë në tregun e punës pikërisht në këtë industri. Dhe për fat ju të mirë, për shembull edhe kur i ban ato marrëveshjet, has shumë herë në ato farë barrierat institucionale, edhe tek institucionet publike, për shumë nësar diçka për jurista, për ekonomista, po ashtu edhe në tregun e punës, e gjithmonë i kanë ato hezitimet që ti mbajnë 2 javë, 3 javë, 1 muaj, që me një farë mënyrë edhe e përgatisin. Zbulove të disa prej temave që do të bëjmë që atë emisionet. Por që... Më fokuson të pyetja. Por të pjesa kjo, të pjesa orientimin në karrierë. Zgjedhja profesion. Zgjedhja profesionet do më lërësojnë bazë të asoj që për i ndëgjoj dhe në nxënësit. Për fat jo të mirë, prindi është jashtë loje. Prindi është jashtë loje, ka dalë jashtë loje. Ka dalë jashtë loje dhe prindi me një farënyrë ja kalon dorë institucionet tash aty nuk po flas, nuk dua të ngrini lloj konspiracione të manipulimit, por që tash aty në fakt i orientohen për shembull në X shkolla të caktuara, me preferenca të caktuara, me rekomandime të caktuara. Po ashtu është edhe më keq kur e rekomandohen nga njëri tjetri. Për shembull, ki dhe më banale që t'i bëjnë pyetje nxënësit. Për shembull, orientohen në mënyrë banale, thotë a mund shprem, a ka, nëse ka, thot, në atë institucione arsimor më shumë femra, shkoj ma më, sidomos gjinia ma shkollore e kanë këtë pjesë shumë të fokusuar, po vlasë qka i kanë dëgju, që ta mund shojnë ata në zanë së tani që i kanë bisedu me ta. E kanë loj shumë interesa të jo të natyrë shumë, jo me interes tyre, por më shumë me një farënyrë nga shkon, me një farënyrë kopeja, interesohen edhe ata, që në fund ditës nuk dalin mirë. A di që a kështë qenë mirë, këta që vinë për femrat, që edhe për hatër të femrave të mësojnë ma shumë, që mu kallëzu se janë... Për fatë jo të mirë, nuk e kanë atë ambicje. Nuk e kanë atë qëllim me mësu. Të dikush që truri është afrodizjakun e hona këtë muhabetin, do me thonë, a me ndonë e ti të ndalemi që ka nevojë i riu prindi ta orientoj. Nësë më lenë edhe një minut. Edhe të ndëruan po edhe këta që kjo pjesa e ambiciv tonë edhe kjo si vajzeri, një diçka qërë prindi e dënë më të mirën, por kupton një diçka, për shembull, po ta pësësh tash në varet në niveli i edukimit të prindërve, ndoshta tash mund ta kuptoj një pjesë e madhe, por në basë luftet i thosh thjesht komunikim masiv, ndoshta prindi jëtë me plot dëshirë nuk ka mund ta akceptoj se çka është. Ose veç mi thënë që jenë gazetaria, dhe... Po direkt ato. Sepse këto janë disa drejtë.